Për shkak të mos realizimit të shpenzimeve të planifikuara gjatë 5 muajve të parë të vitit, si dhe për të mbështetur sektor prioritar me fonde shtesë, qeveria shqiptare ka ndërmarrë një rishikim të dytë të buxhetit të shtetit për vitin 2025. Akti normativ për rishikimin e buxhetit ka hyrë në fuqi pas publikimit në fletoren zyrtare. Sipas Ministrisë së Financave, rreth 11.8 miliard lek do të rialokohen për të mbështetur fushat me ndikim të lartë në zhvillim ekonomik dhe institucional në vend, përfshirë sigurinë digjitale, bujqësinë, bizneset e vogla dhe drejtësinë. Qeveria ka arritur me 570 milion lek buxhetin e prokurorisë së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, nga më pak se 1.8 miliard lek me ndryshimin e buxhetit në 29 prill. Buxheti i SPAK është rritur me 2.3 miliard lek. Në shkresën drejtuar Ministrisë së Financave më herët, SPAK argumenton se një pjesë e parave nevojiten për vënien në funksion të plotë të Byros Kombëtare të Hetimit janë më shumë se 250 milion lek, që sipas vlerësimeve të SPAK duhen kryesisht për infrastrukturën digjitale dhe fizike të prokurorisë së posaçme. Në 6 mujorin e dytë të vitit, sektori i sigurisë digjitale do të përfitojë nga një paketë financiare për 5.6 miliard lekësh, e cila synon forcimin e infrastrukturës teknologjike dhe mbështetjen e rritjes së qëndrueshme ekonomike. Po ashtu janë alokuar fonde për projekte që marrin mbështetje nga Bashkimi Evropian dhe për lehtësim financiar të ndërmarrjeve të vogla. Në sektorin e bujqësisë, qeveria ka rritur fondin e garancisë sovrane nga 2 në 3 miliard lek. Kjo shtesë do të mundsojë fermerëve dhe bizneseve të vogla të përfitojnë kredi me kushte të favorshme nga bankat e nivelit të dytë, duke rritur aksesin në financë dhe duke zhvilluar kapacitetet prodhuese. Pavarësisht ndryshimeve në shpërndarjen e fondeve, Ministria e Financave thekson se deficiti buxhetor prej 68.1 miliard lekësh dhe niveli i borxhit publik mbeten të pandryshuar. Rishikimi bazohet në ridestinimin e fondeve të pashpenzuara si pasojë e pezullimeve të investimeve publike gjatë periudhës zgjedhore. Akti normativ parashikon rialokimin e 5.6 miliard lekëve për sigurinë digjitale dhe rritjen ekonomike të qëndrueshme, rritjen e fondit të garancisë sovrane për bujqësinë në 3 miliard lek për të mbështetur financimin e fermerëve dhe ndërmarrjeve të vogla e të mesme, rishpërndarjen e fondeve të brendshme për përmirësimin e teknologjisë së informacionit në administratën publike. Në të rësi, ky rishikim buxhetor synon të adresojë me nevojat aktuale të sektorëve strategjik, pa rritur barrën fiskale apo borxhin publik në vend.